Televizioni i Shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA, uron me rastin e përvjetorit pavarësisë së Republikës Kosovës, me krenari dhe respekt, të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbar kombin shqiptar, për këtë datë madhore, që vullosi sakrificën, përpjekjen dhe aspiratën shekullore për liri, dinjitet e shtetësi. Pavarësia e Kosovës është një arritje historike e popullit të saj, dhe një moment themelor në historinë moderne shqiptare. Ajo përfaqëson triumfin e së drejtës për vetëvendosje, sovranitet dhe ndërtim të shtetit demokratik mbi vlerat e lirisë dhe drejtësisë. 17 shkurti 2008 nuk është thjesht një datë në kalendar, por një akt i fuqishëm i vullnetit politik dhe i sakrificës kolektive për shtet ndërtim. Shpallja e pavarësisë ishte kulmi një procesi të gjatë çlirimi dhe konsolidimi institucional i mbështetur fuqishëm nga aleatët perëndimor. Vendimi këshilldhënës i vitit 2010 i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë konfirmoi se shpallja e pavarësisë nuk ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, duke forcuar legitimitetin e saj në arenën globale. Alp TV USA, një institucion mediatik me 25 vite në shërbim të komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Mëgjerë, ka qenë dëshmitari drejt për drejt i përpjekjeve të diasporës shqiptaro-amerikane. Kontributi i saj politik, diplomatik dhe financiar ka qenë thelbësor në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe në arritjen e pavarësisë. Sot, ndërsa ndjekim me vëmendje zhvillimet e proceset gjyqësore pranë dhomave specializuara të Kosovës në Hag, ritheksojmë rëndësinë e drejtësisë së paanshme dhe të respektimit të historisë së një lufte që synonte lirinë dhe mbrojtjen e popullsisë civile. Alp TV USA do të vazhdojë të informojë publikun me profesionalizëm, përgjegjësi dhe paanshmëri, duke dhënë hapësirë zërave të ndryshëm dhe duke mbrojtur të drejtën e komunitetit për informacion të saktë, të balancuar dhe të verifikuar. Historia e Kosovës dhe sakrifica e popullit të saj meritojnë trajtim me seriozitet dhe ndeshmëri. Gëzuar pavarësinë Kosovë, gëzuar dhe shumë vite të tjera. Gëzuar. Por cilat janë sfidat e 18 dhjetorit pavarësisë Kosovës? Për shumicën e shteteve, përvetorit janë mundësi për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të shikuar drejt së ardhmes. Pas 18 vitesh nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt 2008, Kosova ka përjetuar shumë ndryshime, sfida dhe momente historike. Gjatë këtyre viteve, vendi ka kaluar përmes periudhave të vështira, ka ndërtuar një shtet të ri dhe ka ndjekur procesin e integrimit ndërkombëtar, dhe pse shumë mund të konsiderojnë se Kosova ka bërë hapa të mëdhenj, nuk mund të injorohen sfidat që ka përballur dhe përballon ende, dhe se rruga drejt stabilitetit të plotë dhe njohjes ndërkombëtare është ende një proces në vazhdim. Rëndësia e pavarësisë dhe sfidat fillestare. Pavarësia e Kosovës ishte një akt i shenjës se një popull që kishte vuajtur për një kohë të gjatë në regjimin e Slobodan Miloševićit, që shënoi fundin e periudhës së dhunshme të luftës në vitin 1999 dhe pas saj. Kur Kosova shpalli pavarësinë më 18 shkurt 2008, shumë qytetarë shihnin këtë moment si një fitore të shumëpritur për lirinë dhe autonominë e tyre. Kjo ndodhi pas një periudhe të gjatë të administratës ndërkombëtare nga Kombet e Bashkuara dhe përpjekjeve të vazhdueshme për rindërtuar vendin pas luftës. Megjithatë, pas shpalljes pavarësisë, Kosova u përball me shumë sfida të mëdha. Kjo përfshinte mospranim në disa shtete të fuqishme dhe antar të OKB-s, të cilët nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës. Disa shtete si Rusia dhe Kina kanë përdorur influencën e tyre të drejtën e vetos për të bllokuar njohjen e Kosovës, duke bërë që Kosova të përballet me situatë komplikuar në arenën ndërkombëtare. Ky qëndrim i bllokuar nga disa shtete ka ndikuar drejt për drejt në procesin e integrimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara, OKB-ja, dhe ka bërë të vështirë përpjekjet për njohje të plotë ndërkombëtare. Pavarësia dhe stabiliteti ndërkombëtar. Sfida e dëshmimit të shtetësisë. Një nga sfidat më të mëdha të Kosovës gjatë këtyre 18 viteve ka qenë sigurimi i një statusi të qëndrueshëm dhe të njohur ndërkombëtarisht si shtet i pavarur. Deri tani Kosova ka arritur të sigurojë njohjen nga mbi 100 shtete, duke përfshirë shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, ende disa shtete të fuqishme nuk e kanë njohur pavarësinë, përfshirë Serbinë, e cila e konsideron Kosovën si pjesë territorit të saj.
Ky fakt ka pasur ndikim negativ në integrimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara ku Kosova ende nuk është anëtarësuar. Në këtë drejtim, Kosova ka bërë përpjekje për të siguruar një njohje më të gjerë, por ka hasur në shumë pengesa, përfshirë përpjekjet e Serbisë dhe aleatëve të saj për të bllokuar çdo iniciativë të Kosovës në këtë drejtim. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është fakti që përpjekjet për njohje janë të lidhura ngushtë me marrëdhëniet politike dhe diplomatike të Kosovës me shtetet tjera. Disa shtete që kanë njohur pavarësinë e Kosovës e kanë bërë këtë për të përforcuar lidhjet e tyre me Perëndimin dhe për të mbështetur integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe NATO. Pavarësisht sfidave, Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm në forcimin e diplomacisë së saj, duke hapur ambasada në disa shtete dhe përmirësuar marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Kriza ekonomike dhe papunësia, rruga për rritjen e ekonomisë. Një tjetër sfidë e madhe për Kosovën ka qenë zhvillimi ekonomik dhe krijimi i mundësive të punës për qytetarët e saj. Pas luftës, Kosova ka patur një ekonomi të shkatruar dhe ka përballuar një situatë të rëndë ekonomike. Mungesën e investimeve të huaja, sektori papunësisë dhe varfëria janë disa nga pengesat që kanë ngadalësuar zhvillimin ekonomik të vendit. Në vitin 2023, papunësia e Kosovës ka mbetur një problem i rëndësishëm, veçanërisht për të rinj, të cilët përballen me vështirësi për gjetur mundësi punësimi. Përpjekjet për përmirësuar situatën ekonomike janë bërë përmes investimeve në infrastrukturë, mundësive për zhvillimin e sektorit të teknologjisë dhe eksportit dhe përpjekjeve për të tërhequr investimet huaja. Por Kosova është ende përballet me barrierat e korrupsionit, mungesën e sundimit të ligjit që e bëjnë të vështirë krijimin e një ambienti të favorshëm për bizneset dhe investitorët. Shumë biznese janë të varur nga ndihma ndërkombëtare dhe subvencionet dhe kjo e ka ngadalësuar rritjen e qëndrueshme të ekonomisë kosovare. Kosova dhe procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Një prej qëllimeve kryesore të Kosovës pas shpalljes pavarësisë ka qenë integrimi në Bashkimin Evropian. Ky është një objektiv që është përmendur shpesh nga liderët politikë të Kosovës, pasi anëtarësimi në BE do sillte përfitime të mëdha për zhvillimin e vendit dhe stabilitetin rajonal. Megjithatë, procesi i integrimit ka qenë i ngadalshëm për shkak të disa faktorëve, përfshirë të drejtat e pakicave, problemet me korrupsionin dhe të drejtat e njerëzit dhe veçanërisht mungesën e njohjes ndërkombëtare të Kosovës nga disa shtete të BE-s. Kosova ka ndërmarrë reforma të rëndësishme për të përmbushur kërkesat e Bashkimit Evropian, përfshirë reforma në administratën publike, ligjen dhe sundimin e ligjit, si dhe përmirësimin e të drejtave të pakicave. Megjithatë, përpjekjet për siguruar një marrëveshje të qëndrueshme me Serbinë kanë qenë një nga barrierat më të mëdha në rrugën e integrimit. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është kusht i rëndësishëm i procesit të integrimit të Kosovës në BE dhe Kosova ka bërë disa hape përpara në këtë drejtim, por ende ka shumë sfida për t'u kaluar. Liria dhe demokracia. Sfida e brendshme dhe përpjekjet për stabilitet politik në aspektin e brendshëm Kosova ka përballuar gjithçka sfida në ndërtimin e një shteti demokratik dhe të qëndrueshëm pas periudhës së luftës. Kosovës vendi është përpjekur të ndërtojë institucione demokratike dhe një sistem politik qëndrueshëm. Megjithatë, ka pasur periudha të tensionuara politike, por plasje mes grupeve të ndryshme politike dhe mosmarrëveshje rreth administratës dhe menaxhimit të burimeve. Vitin 23, Kosova kaloi një periudhë të rëndësishme të stabilitet politik me zgjedhje të lira të drejta në një angazhim të përhershëm për përmirësimin e kushteve qytetare, por që nuk çuan në një qeveri stabile. Megjithatë, polarizimi politik dhe sfidat në sundimin e ligjit mbeten pengesa që kërkojnë zgjedhje të qëndrueshme dhe besojmë me zgjedhjet e reja dhe zgjedhjen e qeverisë së re të kapërcen. Si përfundim, një rrugë e pashmangshme përpara dhe roli i qeverisë Kurti. Ndërkohë që Kosova feston për vjetorin 18 të shpalljes pavarësisë, qeveria e kryeministit Albin Kurti përballet me sfida të vazhdueshme në shumë fronte. Një nga aspektet më të ndjeshme ka qenë ndërtimi i raporteve të qëndrueshme me SBA-n dhe përpjekjet për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë, një kërkesë kyçe për integrim në BE dhe NATO. Qeveria Kurti ka kërkuar forcimin në marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara, duke theksuar rëndësinë e dialogut të zgjidhjes së çështjeve të hapura me Serbinë. Pavarësisht presioneve të brendshme dhe të jashtme si dhe kritikave të ndryshme, Kurti ka insistuar në ruajtjen e sovranitetit të Kosovës dhe refuzimin e çdo marrëveshje që mund të dëmtonte integritetin territorial të vendit. Në aspektin e brendshëm, qeveria e tij është përpjekur të adresojë çështje të rëndësishme si reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, përmirësimi i kushteve ekonomike. Megjithatë, angazhimi i tij për të ndryshuar politikat ekonomike dhe për të zhvilluar një ekonomi të qëndrueshme është shpesh i sfiduar nga fragmentizmi politik,
mungesa e konsensusit brenda kuvendit të Kosovës. Zgjedhjet e fundit dhe zhvillimet politike do të kenë një ndikim të rëndësishëm në vazhdimsinë e procesit të integrimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe përpjekjet për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme me Serbinë. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund me moson kushtuar 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës.